Mirë se erdhët. Sot do t'i hedhim një vështrim të thellë një prej kapitujve më të themelor dhe më të recituar në botën islame, surën El Fatiha. Edhe pse ka vetëm pak vargje, ajo shpesh quhet zemra e Kuranit dhe do të shohim pikërisht pse. E po, pyetja që lind natyrshme është, çfarë bën këtë sure kaq të vogël me vetëm 7 ajete kaq thelbësore? Gjatë këtij shpjegimi, do të zbulojmë së bashku strukturën e saj të veçantë, kuptimet e fshehura pas fjalëve dhe arsyen pse ajo konsiderohet një dialog i drejtë për drejtë me krijuesin. Dhe për ta kuptuar vërtet peshën e saj, mendoj se vendi më i mirë për të filluar është me një nga emrat e saj më domethënës. Ummul Kitab, që përkthehet nëna e librit. Dhe ky emërtim, nëna e librit, nuk është thjesht një metaforë e bukur, as pak. Sipas materialit burimor, ai tregon se kjo sure e vetme përmban esencën e gjithë mesazhit kuranor. Rëndësia e saj është kaq e madhe sa që namazi, pra lutja rituale, nuk konsiderohet e vlefshme pa recitimin e saj. Por ajo që e bën këtë sure vërtet veçantë është mënyra se si është ndërtuar. Mund ta imagjinojmë si një bisedë me 3 akte. Akti i parë është lavdërimi, ku besimtari i drejtohet Zotit. Më pas vjen beselidhja, që është pika qendrore e gjithçkaje, dhe në fund akti i tretë është lutja, ku besimtari bën kërkesën më të rëndësishme. Le të fillojmë aktin e parë. Pra, gjithçka nis me pjesën e parë, lavdërimi. Këtu dialogu fillon me njeriu që pohon dhe lavdëron cilësitë e Zotit. Kjo, le të themi, vendos themelin dhe tonin për gjithçka që do të vijë më pas. Këto 4 vargjet e para praktikisht vendosin skenën. Ato përcaktojnë qartë se kujt i drejtohet lutësi. Fillon me emrin Allahut, pastaj me një falënderim që i takon vetëm atij, duke e njohur si Zotin e gjithësisë, si mëshiruesin dhe si sunduesin absolut të ditës së llogarisë. Le të shohim pak më nga afër këto atribute, sepse secili ka një peshë të jashtëzakonshme. Rabbil Alamin është shumë më tepër se thjesht Zot. Përfshin idenë e krijuesit, furnizuesit dhe atij që mban në ekuilibër gjithçka që ekziston. Më pas, theksohet 2 herë mëshira dhe në fund vjen një kujtesë e fuqishme për autoritetin e tij në ditën e gjykimit. Tani, këtu kemi një detaj tepër interesant, dallimin mes 2 emrave për mëshirën. Ato nuk janë thjesht sinonime. Er-Rahman përshkruan një mëshirë gjithëpërfshirëse, universale, për çdo krijesë në këtë jetë, pa dallim, ndërsa Er-Rahim është një mëshirë specifike, e veçantë, e cila sipas burimeve është e rezervuar për besimtarët në botën tjetër. Dhe ja ku mbërrim në fund të kësaj pjese lavdërimi. Duke e përmbyllur me sunduesit të ditës së gjykimit, besimtari pohon se ka një ditë llogarie. Ky pohim nuk është thjesht një fakt, por ka një ndikim të thellë psikologjik. Ai mbjell në zemër një ndjenjë përgjegjësie dhe ndërgjegjësimi për çdo vepër. Tani, kalojmë tek ajo që mund të quhet pa frikë zemra e sures, pika qendrore, boshti rreth të cilit rrotullohet gjithçka. Është ajeti që qëndron fiks në mes dhe përmban thelbin e gjithë mesazhit. Ky varg i vetëm është beselidhja. Pas lavdërimit, besimtari bën një deklaratë të fuqishme dhe njëkohësisht një kërkesë plot përulësi. Pikërisht këtu, dialogu bëhet personal, duke kaluar nga pohimi i atributeve të Zotit në një angazhim të drejtë për drejtë. Pra, çfarë përfaqëson ky varg në thelb? E po, ai është vetë esenca e Islamit. Tauhidi, pra besimi i pastër dhe absolut në një Zot të vetëm. Dhe ai e bën këtë duke prekur 2 dimensione thelbësore të këtij besimi. Le t'i ndajmë në 2 pjesë. Pjesa e parë, vetëm ty ta adhurojmë, është një deklaratë çlirimi. Ajo refuzon çdo formë adhurimi ndaj çdo gjëje tjetër veç krijuesit. Dhe pjesa e dytë, vetëm prej teje ndihmë kërkojmë, është një pranim i thellë i përullësisë njerëzore. Tregon se pa ndihmën dhe fuqinë e Zotit, njeriu as nuk mund ta kryejë dot adhurimin. Mirë, pasi kemi lavdëruar Zotin dhe kemi bërë këtë angazhim kaq të fortë, dialogu kalon në fazën e tij të fundit. Tani vjen kërkesa kryesore, lutja më e rëndësishme që mund të bëhet. Dhe ja ku është, pas gjithë asaj hyrje madhështore, kërkesa e vetme, kërkesa supreme, është kaq e thjeshtë, udhëzim. Kjo na tregon diçka shumë të rëndësishme, që pasuria më e madhe që një njeri mund të kërkojë nga krijuesi i tij është qartësia dhe drejtimi i duhur në jetë. Po mirë, çfarë saktësisht kjo rrugë e drejtë? Materiali burimor e përkufizon qartë si rrugën e Islamit, pra ndjekjen e udhëzimeve që gjenden në Kur'an dhe në shembullin praktik të profetit. Por, dhe kjo është pjesa geniale, surja nuk mjaftohet me kaq. Ajo shkon një hap më tej për ta bërë këtë rrugë edhe më të qartë. Surja e bën këtë në një mënyrë brillante. Për të na treguar se cila është rruga e drejtë, na tregon edhe cilat nuk janë rrugët e drejta. Në fakt, ajeti i fundit i sures e ndan gjithë njerëzimin në 3 grupe të mëdha. Le të shohim këto 3 kategori.
Së pari, kemi të bekuarit, ata që e pranuan udhëzimin dhe e ndoqën atë me sinqeritet. Pastaj, vjen grupi i dytë të zemëruarit. Sipas tefsirit, interpretimit klasik, këta janë ata që e kishin dijen për të vërtetën, por me vetdije zgjodhën të mos e ndiqnin. Dhe së fundi grupi i tretë të humburit, të cilët vepruan me zell, por pa pasur dije të saktë, duke u bazuar në ignorancë dhe hamendje. Pra, e kuptoni, lutja është tepër e sofistikuar, nuk është thjesht një kërkesë pozitive për të qenë në rrugën e duhur, por është gjithashtu një kërkesë negative për të mbrojtur nga rënia në dy gabimet e mëdha, gabimi i atij që di por nuk vepron, dhe gabimi i atij që vepron por nuk di. Pra, për ta përmbledhur, ky dialog i shkurtër por i fuqishëm na mëson 3 gjëra themelore. Së pari, na mëson të njohim se kush është Zoti përmes cilësive të tij madhështore. Së dyti, na mëson të njohim veten tonë, natyrën tonë dhe nevojën e vazhdueshme për ndihmën e tij. Dhe së treti, na mëson të njohim qëllimin tonë kryesor në jetë, kërkimin e palodhur për rrugën e drejtë. Dhe kjo na sjell në një pyetje përmbyllëse, një pyetje për reflektim. Duke ditur që kjo sure përsëritet të paktën 17 herë në ditë nga një musliman praktikant, lind pyetja: si e formoson ky dialog i përditshëm, ky cikël lavdërimi, angazhimi dhe lutjeje bot kuptimin dhe veprimet e përditshme të një njeriu? Pikërisht këtu qëndron fuqia e saj transformuese.